Ata një problem me makinën edhe u detyrova të merrja një taksi. I them taksistit, të lutem, mund të më dërgosh tek teatri? Ku ndodhet, më thanë. Thash, ka ardhur Bina. Tha, ku është? Thash, më fal, mund të të pyes sa vjeç je? Tha, 33 vjeç. I thash, 33 vjeç dhe nuk di teatrin? Po çka ka për të çuditur, tha. I thash, më fal, të bëj një pyetje tjetër? Po, tha. Thash, nga jeni? Nga Tirana. Si ka mundësi, thash, keni lindur në Tiranë, jeni rritur në Tiranë dhe mos dini teatrin? Thash, po të vjetrin, e dini ku ka qenë? Po jo, tha, nuk e di, tha, unë madje deri vonë, tha, nuk dija ku ishte pallati i kongreseve. Mirë, heqim faktin që është taksist dhe duhet i di, se Tirana aq është, nuk është se jetojmë në Stamboll dhe duhet vësh navigatorin. Por 33 vjeçar, i lindur në Tiranë, i rritur në Tiranë, dhe mos të di se ku ndodhet teatri dhe pallati i kongreseve, nuk di. Kështu tha, jemi rritur ne. Ta shikoje Alamet djalin.